A e keni pyetur ndonjëherë veten deri ku mund të shkojë dikush për të mbrojtur atë që do? Në një pasdite të hirt, një takim i papritur përballë një guri i varri zbulon një sekret që ndryshon gjithçka. Kur e kaluara dhe e tashmja përplasen, një fëmijë bëhet lidhja mes pendimit dhe shlyerjes. Por ajo që duket si një shans i ri, shpejt shndërrohet në një lojë të rrezikshme ku dashuria dhe kontrolli ngatërohen. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Duke vazhduar, qielli i Tiranës ishte i ngarkuar atë mëngjes qershori, me re të dendura që dukeshin sikur rëndonin mbi ndërtesat si një batani e gri. Fatos Ali u vëzhgonte qytetin nga dritarja e katit të 18 të zyrës së tij, me duart e kryqëzuara pas shpine. Kostumi i paqortueshëm theksonte qëndrimin e drejtë të dikujt që kur nuk kishte mësuar të përkulej para askujt. Në moshën 63 vjeç, ai ishte pronari i një perandorie që kishte filluar me një kompani të vogël ndërtimi në lagjen e Pazarit të Ri dhe ishte shndërruar në një konglomerat qeliku dhe betoni, përgjegjës për ngritjen e disa prej rrokaqieve më imponues të vendit. Emri i tij shqiptohej me respekt në korridoret e korporatave, friksohej në dhomat e negociatave, admirohej në revistat e biznesit që shfaqnin foton e tij pranë titujve mbi pushtetin dhe ambicien. Por atë mëngjes, si çdo të enjte të tretë të muajit, Fatosi nuk mendonte për kontrata, bashkime apo fitime. Mendonte për krenarin, djalin e vetëm që e kishte humbur saktësisht 3 vjet, 2 muaj e 17 ditë më parë. Aksidenti ishte ende një plagë e hapur, një boshllëk që asnjë sasi parash nuk mund ta mbushte. Krenari po ngiste makinën nëpër unazën e madhe të Tiranës kur humbi kontrollin e makinës në një natë me shi. Thanë se ishte e shpejt, se ai nuk vuajti, por Fatosi e dinte se këto fjalë ishin vetëm një ngushëllim i zbrazët për ata që mbeten. Dhimbja ishte e tija, pesha e fajit ishte e tija, dhe asnjë version i zbutur i tragjedisë nuk do ta ndryshonte faktin se ai kur nuk kishte qenë babai që duhej të ishte. Fatosi mori pallton e errët të varur në karrige dhe i tha sekretares se do të ishte jashtë për pjesën tjetër të pasdites. Ajo pohoi me kokë pa pyetur asgjë, tashmë e mësuar me atë ritual mujor që përsëritej me saktësinë e 1 ore. Shoferi priste në garazh, makina e zezë shkëlqente nën dritat e ftohta të nën tokës. Rruga deri te varrezat e Sharrës ishte gjithmonë e heshtur, vetëm zhurma e mbytur e trafikut të Tiranës depërtonte përmes dritareve të mbyllura. Fatosi shikonte jashtë pa parë vërtet asgjë, i humbur në kujtime që luhateshin mes pendimit dhe mallit. Kur krenari ishte fëmijë, Fatosi ishte gjithmonë duke udhëtuar, duke mbyllur marrëveshje, duke zgjeruar kompaninë. Besonte se mungesa ishte çmimi i nevojshëm për t'i garantuar një të ardhme të sigurt djalit, për të lënë një trashëgimi të fortë. Por djali u rrit pa praninë e të atit, i rritur nga dado, mësues privat dhe, kryesisht, nga nëna, e cila vdiq kur krenari ishte vetëm 15 vjeç. Pas kësaj, distanca mes babait dhe djalit ishte bërë një humner. Fatosi ishte përpjekur ta modelonte djalin sipas imazhit të tij, duke e presionuar të merrte përgjegjësi në kompani, të ndiqte fakultetet e duhura, të njihte njerëzit e duhur. Krenari bindej, por me një heshtje të trishtuar që Fatosi kur nuk diti ta deshifronte. Derisa ishte tepër vonë. Varrezat ishin të zbrasta atë pasdite dimri, me vetëm disa njerëz të rrallë që ecnin mes rrugicave prej mermeri dhe graniti. Fatosi ndoqi rrugën që e njihte përmendësh deri te varri familjar, një ndërtim imponues prej guri të çelët me vitrazhe diskrete dhe mbiemrin Aliu të gdhendur me germa të arta. Ishte një monument për pasurinë dhe statusin, por gjithashtu një kujtesë e përhershme e gjithçkaje që paratë nuk mund ta blinin përsëri. Ishte kur po afrohej që Fatosi vuri re se diçka ishte ndryshe. Kishte dik atje, të gjunjëzuar në dyshemen e ftohtë prej guri, përballë pllakës së varrit të krenarit. Një vajzë e re e dobët, e veshur me një pallto të vjetër që dikur kishte qenë blu, por tani ishte një ngjyrë e papërcaktuar mes grisë dhe të zbetës, mbante në krah një mbështjellëse bataniesh. Fatosi ndaloi disa metra larg, indinjata i rritej në gjoks. Kush ishte kjo ndërhyrëse? Çfarë bënte aty, duke përdosur hapësirën e shenjtë të familjes së tij? Vajza e re qante lehtë, duke lëkundur trupin para dhe prapa sikur po përkunte diçka të çmuar. Ishte atëherë që Fatosi pa një copës fytyre mes batanijeve, një fëmijë i vogël, po aq i dobët sa ama, me sy të mëdhenj të errët që puliteshin ngadalë. Biznesmeni ndjeu një val zemërimi t'i ngjitej në fy. U afrua me hapa të sigurt, zëri i dilte i rënd dhe autoritar. Kush je ti? Çfarë bën këtu?
Vajza e re ngriti fytyrën e trembur, lotët I shënonin shtigje në faqet e zbehta. Ajo nuk duhet të ishte më shumë se 23-24 vjeç, me flokë gështenjë të lidhur kuturu dhe duar që dridheshin duke shtrënguar batanien kundër gjoksit. Unë erdha të vizitoj baban e vajzës sime. Fjalët I ranë Fatosit si një kovë me ujë të ftohtë. Ai hapi gojen, por asnjë tingull nuk doli. Vajza e re vazhdoi, zëri I mbytur por I vendosur. Djali juaj, zotëri. Krenari. Ai ishte baba I saj. Gënjeshtër, arriti të thoshte Fatosi, por fjala tingëlloi e zbrazët edhe për veshët e tij. Vajza futi dorën në xhepin e palltos dhe nxori një fotografi të zhubravitur, të njollosur nga koha dhe lotët. Ja zgjati Fatosit me gishta që dridheshin. Ai e mori letrën dhe bota duke I se u anua nën këmbët e tij. Në foto, Krenari buzëqeshte, një buzëqeshje e vërtet që Fatosi rrallë e kishte parë në vitet e fundit të jetës së djalit. Ai kishte veshur një bluzë të thjeshtë, gjinse, ishte ulur në një divan të vjetër, duke mbajtur një foshnjë të vogël në krah. Pranë tij, e njëjta vajzë e re që tani ishte e gjunjëzuar në vareza, gjithashtu duke buzëqeshur, me kokën mbështetur në shpatullën e tij. Në anën e pasme të fotos, një shkrim dore që Fatosi e njohu menjëherë, shkrimi I Krenarit, thoshte: Mirjeta dhe Elira, e gjithë bota ime. Fatosi shikoi fëmijën në krahët e vajzës së re, e shikoi vërtet për herë të parë. Vajza duhet të ishte rreth 3 vjeç, ndoshta pak më shumë, dhe kishte të njëjtët sy bajame si të Krenarit, të njëjtën kurb të hundës, të njëjtën formë të fytyrës që Fatosi e shihte në fotot e vjetra kur djali ishte I vogël. Ishte e pamundur të mohohej. Ai fëmijë mbante gjakun e Aliuve, ishte vazhdimi I një linje që Fatosi besonte se kishte vdekur bashkë me djalin. Mirjeta, u prezantua vajza e re me zë të dobët, duke kuptuar se Fatosi po fillonte të kuptonte. Unë e njoha Krenarin 8 vjet më parë. Punoja si kameriere në një lokal pranë universitetit të tij. Ne u dashuruam. Fatosi ndjeu këmbët I dobësoheshin dhe u ul në stolin prej guri pranë varrit, ende duke mbajtur fotografinë. Mirjeta vazhdoi të fliste, fjalët I dilnin si rrëke sikur duhej të tregonte gjithçka para se të humbiste guximin. Ai nuk I tregonte askujt për mua, e di. Tha se ju kur nuk do ta pranonit. Se ju donit që ai të martohej me dikë të njëjtit nivel shoqëror, dikë që do të ndihmonte në biznes. Por ne e donim vërtet njëri tjetrin, zotëri. Krenari ishte një baba I mrekullueshëm. Na vizitonte sa herë që mundte, sillte pelena, ushqim, lodra. Elira lindi 2 vjet para se ai para aksidentit. Ajo ishte 1 vjeç e gjysmë kur ai u nda nga jeta. Dhe ti kur nuk më kërkove? Pyeti Fatosi, zëri I dilte më jashpër se sa kishte ndërmend. Kur nuk mendove se kisha të drejtë të dija se kisha një mbes? Mirjeta uli kokën, e turpëruar. Unë u përpoqa, zotëri. Erdha te kompania juaj 3 herë. Por kur nuk arrita të kaloja recepcionin. Më thanë se ju nuk prisnit askënd pa takim, se duhej të dërgoja një letër duke shpjeguar arsyen e vizitës. Unë nuk dija të shkruaja mirë, zotëri. Mezi mbarova gjimnazin. Mendova se do të qeshnin me mua, se do të më quanin gënjeshtare, mashtruese. Kështu që hoqa dorë. Fatosi e shikoi atë, rrobat e saj të vjetra, këpucët e grisura, fëmijën që kishte veshur një komplete të arnuar. Një val turpi e përshkoi, por u zëvendësua shpejt nga një ndjenjë tjetër, më komplekse. Ishte një përzierje indinjate, posesiviteti dhe tmerri kur kuptoi se gjaku I tij, lidhja e tij e vetme e gjallë me Krenarin, po rritej në mjerim. Ku banoni ju? Pyeti ai, zëri më I kontrolluar tani. Mirjeta hezitoi, kafshoi buzën e poshtme. Ne nuk kemi një vend fiks tani, zotëri. Humba punën pasi Krenari ndërroi jetë. Nuk arrita të paguaja qiran. Qëndruam të disa të njohur për një kohë, por nuk mund të abuzosh me mirësinë e të tjerëve, apo jo. Kështu që kemi qëndruar në strehimore, ndonjëherë në qendra tranziti. Gjej ca punë të vogla aty këtu, mjaftueshëm për të blerë ushqim për Elirën. Ajo ha gjithmonë e para, zotëri. Gjithmonë. Fatosi ndjeu stomakun ti përdridhej. Ideja se mbesa e tij, trashëgimtarja e perandoris Aliu, po flinte në strehimore, po kalonte vështirësi, po rritej pa kushtet minimale të dinjitetit, ishte e padurueshme.
por në të njëjtën kohë, një pjesë e ftohtë dhe llogaritëse e mendjes së tij tashmë po punonte, duke vlerësuar situatën, duke planifikuar hapat e ardhshëm. Ai e shikoi Mirjetën me një shprehje që përpiqej të dukej edhe ëmbshur. Ti dhe fëmia nuk mund të vazhdoni të jetoni kështu. Kjo nuk është dinjitoze. Nuk është e drejtë. Mirjeta ngriti syt, një shkëndijë shpresë shkëlqeu aty. Po bëj më të mirën time, zotëri. E dua vajzën time më shumë se gjithçka. Do të doja vetëm që krenari të ishte këtu për të parë sa e bukur dhe e zgjuar po rritet. Ajo është mbesa ime, e ndërpreu Fatosi, dhe fjalët dolën me një peshë që e bëri ajrin më të dendur. Ajo mban mbiemrin Aliu në gjak, edhe pse jo në letër. Kjo do të thotë diçka. Do të thotë se ajo meriton më shumë se jeta që ti mund t'i ofrosh. Mirjeta u zbe, duke përqafuar Elirën me më shumë forcë. Po thoni se nuk jam një nënë e mirë? Nuk po e them këtë, u përgjigj Fatosi, duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes. Po them se ti po bën më të mirën që mundesh me burimet që ke. Por unë mund të ofroj më shumë. Shumë më shumë. Arsim cilësor, shëndetësi, siguri, një të ardhme të garantuar. Mirjeta tundi kokën, lotët filluan të rridhnin përsëri. Nuk do të heq dorë nga vajza ime, zotëri. Ajo është gjithçka që kam. Gjithçka që kam mbetur nga krenari. Askush nuk po flet për ta marrë atë nga ti, gënjeu Fatosi, zëri i butë dhe bindës. Po flas për t'ju ndihmuar të dyjave. Për të garantuar që mbesa ime të ketë gjithçka që meriton. A nuk e do këtë për të? Mirjeta shikoi Elirën, fytyrën e dobët të fëmijës, sytë e vegjël që e shikonin me besim absolut. Çfarë nuk do të jepte për t'i ofruar vajzës së saj një jetë më të mirë? Ushqim çdo ditë, një krevat të ngrohtë, lodra, libra, shkollë. Gjithçka që ajo vetë kur nuk e kishte pasur. Çfarë po propozoni? Fatosi u ngrit duke drejtuar kostumin. Le të flasim më mirë. Jo këtu. Do të dërgoj shoferin tim t'ju marrë nesër. A di të lexosh një adresë? Mirjeta pohoi me kokë, e poshtëruar. Po, zotëri. Shkëlqyeshëm. Ai nxori një kartë vizit nga xhepi dhe shkroi diçka në anën e pasme. Kjo është adresa e zyrës sime. Në orën 2 pasdite. Do ta zgjidhim këtë në mënyrë të civilizuar, duke menduar për më të mirën për Elirën. Pajtohesh? Mirjeta mori kartën me gishta që dridheshin dhe pohoi me kokë. Fatosi e shikoi edhe një herë mbesën, duke memorizuar çdo tipar të asaj fytyre që ishte aq e ngjashme me atë të krenarit fëmijë, dhe u kthye për të ikur. Para se të largohej, hodhi një vështrim prapa. Dhe Mirjeta, mos mungo. Kjo është shumë e rëndësishme. Pasi ai u largua, Mirjeta mbeti aty e ulur për gjysmë ore tjetër, duke shikuar pllakën e varrit të krenarit, emrin e gdhendur në gurin e ftohtë. Ajo puthi ballin e Elirës dhe pëshpëriti lehtë. Babai yt ishte një njeri i mirë, dashuria ime. Dhe mendoj se edhe gjyshi i tij mund të jetë. Ne vetëm duhet të besojmë se gjërat do të përmirësohen. Por ndërsa Mirjeta ushqente këtë shpresë të vogël, Fatosi ishte tashmë në makinë, me celularin ngjitur në vesh, duke folur me një ton jo personal dhe objektiv. Pjetër, dua të bësh një hetim për mua. Të plot. Një vajzë e re me emrin Mirjeta, rreth 23-24 vjeç, thot se ka pasur një lidhje me djalin tim. Dua të di gjithçka. Ku ka jetuar, ku ka punuar, historikun financiar, kriminal, gjithçka. Dhe dua një test ADN diskret. Kam mostra të krenarit të ruajtura. Ti e di se çfarë të bësh. Nga ana tjetër e linjës, hetuesi privat që punonte për Fatosin prej më shumë se 10 vjetësh konfirmoi se do të kujdesej për gjithçka. Fatosi e mbylli telefonin dhe mbeti duke shikuar nga dritarja, me fytyrën e mbyllur. Ai nuk ishte një njeri që pranonte surpriza, dhe aq më pak që lejonte që diçka aq e rëndësishme sa ekzistenca e një mbese të ndodhte jashtë kontrollit të tij. Nëse ai fëmijë ishte vërtet gjaku i gjakut të tij, ai do të bënte gjithçka që ishte e nevojshme për të garantuar që ajo të rritej si një Aliu e vërtetë. Dhe nëse kjo do të thoshte të largonte nënën e papërshtatshme, ashtu do të bëhej. Fatosi kishte qenë gjithmonë pragmatik. Gjithmonë kishte bërë atë që duhej, edhe kur dhimbte. Të nesërmen, Mirjeta u zgjua në një cep të një strehimoreje në kombinat, me trupin e dërmuar nga gjumi në një dyshek të hollë mbi dyshemen prej cimentoje.
Elira ende flinte, e strukur pranë saj, dhe Mirjeta u kujdes të mos e zgjonte vajzën ndërsa ngrihej. Lau fytyrën në një lavaman të përbashkët, kreu flokët si mundi, veshi rrobat më pak të vjetra që kishte, një palë gjinse që dikur kishin qenë të zeza dhe një bluzë të bardhë që e kishte larë me dorë një natë më parë. Rregulloi Elirën me fustanin më të bukur që kishin, një dhuratë që një fqinje ja kishte dhënë muaj më parë, dhe dolën për të marrë autobusin. Udhëtimi deri në zonën e bllokut zgjati gati 2 orë, me Elirën që dremiste në prerin e saj ndërsa autobusi tronditej nëpër rrugët me gropa. Mirjeta shikonte nga dritarja, duke parë qytetin të ndryshonte rreth tyre, lagjet e varfra i linin vendin ndërtesave të larta dhe me xhama, dyqaneve të markave, makinave të importuara. Ishte një botë që ajo e njihte vetëm nga larg, një botë ku kur nuk e kishte imagjinuar se do t'i lejojë të hynte. Kur arritën në adresën e treguar, Mirjeta mbeti e ndalur në trotuar për 1 minutë të tërë, duke shikuar lart drejt ndërtesës së pasqyruar që dukej se prekte qiellin. Një portier me uniformë e vëzhgoi me dyshim derisa ajo i tregoi kartën që Fatosi i kishte dhënë. Ai kontrolloi një listë, bëri një telefonat dhe më në fund i lejoi të hynin. Ashensori ishte i veshur me pasqyra dhe ngjitej aq shpejt sa Mirjeta ndjeu stomakun t'i përdridhej. Elira shikonte gjithçka me sy të mëdhenj, duke prekur reflektimin e saj dhe duke qeshur lehtë. Kur dyert u hapën në katin e 18, një sekretare elegante i priste, duke buzëqeshur në një mënyrë të sjellshme por të largët. Zonjusha Mirjeta? Zoti Aliu ju pret. Ato u shoqëruan përmes një korridori të gjerë deri në një dhomë të madhe, me një mur të tërë prej xhami që shikonte qytetin poshtë. Fatosi ishte ulur pas një tavoline prej drurit të kuqëremd, duke shfletuar disa letra. U ngrit kur ato hynë dhe u bëri shenjë të uleshin. Mirjeta, sa mirë që erdhët. Dhe kjo është Elira. Ai u afrua dhe u përkul derisa u bë në lartësinë e fëmijës. Elira e shikoi me kuriozitet, pa frikë, dhe Fatosi ndjeu diçka të lëvizte në gjoksin e tij, një ndjenjë e çuditshme që nuk e kishte provuar prej shumë kohësh. Ishte si të shikoje krenarin përsëri, sikur koha të ishte kthyer pas dhe t'i kishte dhënë një shans të dytë. Përshëndetje, Elira, tha ai, zëri çuditërisht i butë. Ti je një vajzë shumë e bukur. Elira buzëqeshi dhe fsheu fytyrën në shpatullën e së-ës. Fatosi u kthye pas tavolinës dhe shtyu një dosje në drejtim të Mirjetës. Kam urdhëruar të përgatitet një marrëveshje. Gjithçka është këtu. Në thelb, po propozoj një kujdestari të përbashkët. Ti vazhdon të jesh nëna, por unë marr pjesë në vendimet e rëndësishme për jetën e Elirës. Arsimi, shëndetësia, banimi. Në këmbim do të garantoj që ju të keni një vend të denjë për të jetuar, që Elira të ndjek shkolla të mira, që ju kur më të mos kaloni vështirësi. Mirjeta shikoi dosjen sikur të ishte një gjarë për helmues. Unë nuk di t'i lexoj këto gjëra të vështira, zotëri. Ka shumë fjalë të komplikuara. Fatosi i bëri shenjë sekretares, e cila hyri me një burr me kostum gri. Ky është avokat Gashi, avokati im. Ai do t'ju shpjegoj gjithçka, pikë për pikë. Gjatë orës së ardhshme, Mirjeta dëgjoi shpjegime për klauzola, të drejta, detyra, detyrime. Gjithçka ishte aty, e shtypur në letër me logo, duke u dukur zyrtare dhe e frikshme. Avokati përdorte fjalë që ajo mezi i kuptonte, por thelbi duke i thjesht. Ajo do ta mbante vajzën, por Fatosi do të kishte fjalën në vendime. Nuk dukej aq keq. Nuk dukej si një kurth. Kur më në fund nënshkroi me stilolapsin e rënd që i dridhej në dorë, Fatosi buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, pothuajse e padukshme, por ishte aty. Ai i shtyu një zarf. Këtu është depozita e parë. 500.000 lekë. Mjaftueshëm për të marrë me qira një vend të denjë dhe për të blerë çfarëdo që të nevojitet. Çdo muaj do të depozitoj më shumë. Do të kesh një llogari bankare, një kartë. Gjithçka siç duhet. Mirjeta hapi zarfin dhe pa parat, më shumë para se sa kishte parë bashkë në gjithë jetën e saj. Lotët u kthyen, por këtë herë ishin të lehtësimit. Faleminderit, zotëri. Shumë faleminderit. Ju nuk e dini sa shumë do të thotë kjo. Fatosi tundi dorën, sikur të ishte gjë e vogël. Është minimumi që mund të bëj për mbesën e djalit tim. Tani shko, gjej një apartament, sistemoheni. Do të dërgoj dikë t'ju kontaktoj javën tjetër për të verifikuar si po shkojnë gjërat.
Mirjeta doli nga aty me Elirën në krah dhe zarfin e fshehur brenda çantës, zemra më e lehtë se sa kishte qenë prej vitesh. Më në fund, mendoj, më në fund gjërat po përmirësoheshin. Krenari do të ishte krenar të shite se baba i tij po kujdesej për familjen që ai e kishte dashur në fshehtësi. Por ndërsa Mirjeta zbriste me ashensor duke planifikuar mendërisht gjithçka që do të blinte dhe do të bënte me ato para, Fatosi ishte tashmë në një takim tjetër. Këtë herë në një dhomë më diskrete, pa dritare, me një burr me pamje të zakonshme që mbante një valixhe të zezë. Pra, Pjetër, çfarë zbulove? Hetuesi hapi valixhen dhe nxori një dosje të mbushur me dokumente, foto, raporte. Gjithçka është e vërtetë, zoti Aliu. Mirjeta Santos de Oliveira, 24 vjeç, me origjinë nga Fushë Kruja. Filloi të punonte si kameriere në moshën 16 vjeç. E njohu djalin tuaj kur ai frekuentonte një lokal pranë universitetit. Ka dëshmitar që konfirmojnë lidhjen. Foto të vjetra të dyve bashkë. Fëmia është regjistruar me emrin e djalit tuaj. Atësia e konfirmuar në letër. Dhe bëra testin e ADN-s me fijet e flokut që më dhatë. Përputhshmëri 99, presje 9%. Ajo është mbesa juaj, pa asnjë dyshim. Fatosi mbeti në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar gjithçka. Pastaj pohoi me kokë. Shkëlqyeshëm. Tani kalojmë në fazën e dytë. Dua që të gjesh dikë. Dikë që di të zgjidh probleme delikate. Dikë që mund të më ndihmojë ta largoj këtë vajzë nga jeta e mbesës sime pa ngjallur dyshime. Pietri rudhi ballin. Zoti Aliu, me gjithë respektin, vajza duket se është një nënë e mirë. Të gjithë me të cilët fola thanë se ajo kujdeset mirë për fëmijën, se bën ç'të mundet me atë që ka. Fatosi goditi me dorë tryezën, duke bërë që Pietri të hidhej përpjet. Ajo është e varfër, ignorante, pa arsim. Mbesa ime do të rritet duke folur gabim, duke menduar ngushtë, pa asnjë ambicie. Nuk mund ta lejoj këtë. Krenari bëri një gabim duke u përfshirë me të, por tani më takon mua ta rregulloj. Do të bësh atë që po të kërkoj apo duhet të kërkoj dikë tjetër? Pietri gëlltiti pështymën dhe pohoi me kokë. Do ta bëj, zotëri. Njoh dikë që mund të ndihmoj. Por do të kushtoj shtrenjtë. Parat nuk janë problem. Thjesht zgjidhe. Dhe kështu, ndërsa Mirjeta festonte në një apartament me qira në periferi, duke mbushur frigoriferin për herë të parë në muaj, duke bler rroba të reja për Elirën, duke ëndërruar për një të ardhme më dinjitoze, Fatosi tashmë po thurte rrjetën që do ta burgoste. Ai nuk ndjente pendim. Ishte bindur se po bënte gjën e duhur, duke mbrojtur mbesën, duke garantuar që ajo të rritej në një mjedis të përshtatshëm. Dashuria që Mirjeta ndjente për vajzën ishte e parëndësishme përballë së ardhmes së ndritur që ai mund t'i ofronte. Në fund të fundit, Fatosi gjithmonë e kishte ditur se çfarë ishte më e mira për të gjithë. Gjithmonë. Dhe ndërsa qyteti i Tiranës vazhdonte të rrotullohej jashtë, indiferent ndaj dramave njerëzore që shpaloseshin në rrugët dhe ndërtesat e tij, fati i Mirjetës dhe Elirës tashmë po shkruhej në hije. Nga duar që kur nuk dridheshin kur merrnin vendime të vështira, nga një njeri që besonte se pushteti dhe parat mund të blinin gjithçka, madje edhe të drejtën për të vendosur se kush meritonte të ishte nën. Javët që pasuan ishin më të lumturat që Mirjeta kishte jetuar që nga vdekja e krenarit. Apartamenti që arriti të merrte me qira ishte në Astir, larg qendrës, por i denjë, me 2 dhoma të vogla, një kuzhinë funksionale dhe madje një balkon ku mund të shihej një copës qielli mes ndërtesave fqinje. Për herë të parë, Elira kishte një krevat vetëm për vete, me çarçaf të pastër dhe një batanie të ngrohtë. Mirjeta bleu tenxhere të reja, pjata, gota, gjithçka që i duhet një shtëpie për të qenë vërtet një shtëpi. Dhe qau nga lumturia kur mbushi frigoriferin me fruta, perime, mish, qumësht, gjithçka që i duhet një fëmijë në rritje për të ngrënë. Elira lulëzoi në ato javë si një bim e vogël që më në fund merr diell dhe ujë. Sytë e saj u bën më të ndritshëm, faqet morën ngjyrë dhe ajo filloi të fliste më shumë, të qeshte më shumë, të luante me lodrat e pakta që Mirjeta i bleu në një dyqan. Mirjeta gjeti një punë në një restorant jo shumë larg shtëpisë, duke punuar në turnin e pasdites dhe të natës, ndërsa një fqinje e mirë kujdesej për Elirën për një çmim të arsyeshëm. Jeta dukej se më në fund po vijej në vijë. Fatosi shfaqej her pas here, gjithmonë duke lajmëruar paraprakisht.
sillte dhurata për Elirën, lodra të shtrenjta që vajza i adhuronte, rroba firmato që Mirjeta kur nuk do të mund t'i blinte. Ai ulej në dhomën modeste të ndenjes dhe bisedonte me Mirjetën për rutinën e fëmijës, pyeste për shëndetin, ushqimin, zhvillimin. Duke i vërtet i interesuar dhe Mirjeta filloi të relaksohej, të besonte se ndoshta, vetëm ndoshta, Fatosi vërtet donte të ishte një gjysh i pranishëm, se ai e kuptonte që ajo ishte një nënë e mirë që bënte më të mirën që mundej. Por 3 muaj pas atij takimi të parë në Vareza, gjithçka ndryshoi. Mirjeta po punonte në një restorant të ri, një vend më i sofistikuar në blok, ku kishte gjetur një vend pune si kameriere fal një rekomandimi. Paga ishte më e mirë, bakshishet gjithashtu, dhe ajo ishte e entuziazmuar me mundësinë për të kursyer pak, ndoshta edhe për të bërë një kurs profesional në të ardhmen. Ishte një e njëjtë mbrëma, restoranti ishte plot dhe Mirjeta vraponte nga tavolina në tavolinë duke balancuar pjata dhe buzëqeshje të sjellshme. Ishte në mes të turnit kur menaxheri e thiri në zyrë. Ai kishte një shprehje serioze, pothuajse të sikletshme. Pranë tij ishte një burr që Mirjeta nuk e njihte, me kostum të errët, duke mbajtur një distinktiv. Mirjeta Santos de Oliveira? Po, unë jam. Ka ndodhur gjë? Burri u prezantua si hetues i policisë. Tha se kishte një denoncim për vjedhje në ambientet e punës, se kasaforta e restorantit ishte thyer dhe se një shumë e konsiderueshme parash ishte zhdukur. Mirjeta ndjeu gjakun t'i ngri në vena. Por ç'lidhje ka kjo me mua? Unë nuk kam prekur asnjë para. Unë vetëm shërbej në tavolina. Hetuesi shkëmbeu një vështrim me menaxherin, i cili shmangu shikimin, qartësisht i parehatshëm. Kemi prova që sugjerojnë përfshirjen tuaj. Kamerat e sigurisë ju tregojnë pranë zyrës në orare të dyshimta. Dhe i gjetëm parat në dollapin tuaj. Kjo është gënjeshtër. Bërtiti Mirjeta, zëri i ngjitej një oktavë. Unë kur nuk kam hyrë në atë zyrë. Kur nuk kam vjedhur asgjë në jetën time. Por kur hapën dollapin e saj para të gjithëve, aty ishte një çantë me disa kartëmonedha, e fshehur në uniformën rezervë. Mirjeta shikoi ato para sikur po shihte një fantazmë. Si kishin përfunduar aty? Ajo kur nuk i kishte parë ato kartëmonedha, kur nuk e kishte prekur atë çantë. Kjo nuk është e imja. Dikush e ka vendosur aty. Ju lutem, duhet të më besoni. Por askush nuk e besoi. Punonisit e tjerë e shikonin me një përzierje keqardhjeje dhe neverie. Menaxheri tunte kokën, i zhgënjur. Hetuesi e prangosi me një ftohtësi profesionale dhe e nxori jashtë restorantit, nën shikimet kurioze të klientëve. Mirjeta qante, lutej, por fjalët e saj binin në vesh të shurdhër. Në komisariat u regjistrua, u fotografua, ju morën shenjat e gishtave. Kaloi natën në një qeli të ftohtë dhe të pistë, së bashku me gra të tjera që e shikonin me indiferencë. Ajo nuk mund të ndalonte së menduari për Elirën. Kush po kujdesej për vajzën? Fqinja do të shqetësohej kur Mirjeta nuk do të kthehej për ta marrë. Dhe nëse mendonin se ajo e kishte braktisur vajzën? Dhe nëse e çonin Elirën në një strehimore? Avokati shtetëror i caktuar për rastin ishte një burr i ri, i lodhur, me grumbuj dosjesh mbi tavolinë dhe pak kohë për çdo klient. Ai e dëgjoi historinë e Mirjetës me gjysmë vëmendje, duke mbajtur shënime të nxituara. Shiko, provat janë mjaft konkrete. Kemi kamerat, parat në dollapin tënd, dëshmitarët. Gjëja më e mirë që mund të bësh është të pranosh fajin dhe të kërkosh një marrëveshje. Do të marrësh një dënim më të lehtë. Por unë nuk e kam bërë. Insistoi Mirjeta, e dëshpëruar. Dikush më ka ngritur një kurth. Ju lutem, duhet të hetoni siç duhet. Avokati pshërtiu, si dikush që e ka dëgjuar këtë histori 1000 herë. Të gjithë kështu thonë. Por shiko, unë do të bëj ç'të mundem. Do të përpiqem të vë në dyshim provat, të shoh nëse ka ndonjë mospërputhje. Por mos krijo shumë shpresa. Gjyqi u zhvillua 2 muaj më vonë dhe ishte një farsë nga fillimi në fund. Kamerat tregonin Mirjetën duke ecur në një korridor afër zyrës, por në asnjë moment nuk e tregonin atë duke hyrë vërtet apo duke prekur kasafortën. Megjithatë, u shfaqën dëshmitar, punonjës që u betuan se e kishin parë të vepronte në mënyrë të dyshimt, duke shikuar anash, nervoze. Mirjeta nuk i njihte ata njerëz, mezi kishte folur me ta, por aty ishin, duke drejtuar gishtin, duke shkatëruar atë pak besueshmëri që i kishte mbetur.
Prokurori ishte ambicios, elokuent, ndërtoi një rast të përsosur për një grua të varfër, të dëshpëruar përpara, që shfrytëzoi mundësinë për të vjedhur punëdhënësin. Foli për të kaluarën e saj të varfërisë, për faktin se kishte një vajzë për të rritur vetëm, për nevojën që i shtyn njerëzit të kryejnë krime. Avokati shtetëror bëri ç'të mundej, por fjalët e tij tingëlluan të dobëta përballë malit të provave të fabrikuara. Kur gjykatësi dha dënimin, Mirjeta ndjeu tokën t'i hapej nën këmbë. 20 vjet burg me regjim të mbyllur për vjedhje të kualifikuar. 20 vjet. Elira ishte 3 vjeç. Kur Mirjeta të dilte, nëse do të dilte, vajza do të ishte një grua e rritur. Ajo bërtiti, u lut, por rojet e sigurisë e mbajtën dhe e tërhoqën zvarr jashtë gjykatës. Javën pasuese, Fatosi paraqiti një kërkesë për kujdestarinë e përhershme të Elirës, duke pretenduar se nëna ishte në burg dhe se fëmia kishte nevojë për një mjedis të qëndrueshëm. Gjykatësi, duke parë një biznesmen të respektuar që ofronte një jetë komode për vajzën, ja dha kujdestarinë pa shumë hezitim. Elira u mor nga shtëpia e fqinjes që kujdesej për të dhe u dërgua në vilën e Fatosit në një lagje të pasur të Tiranës. Vajza qau për ditë të tëra, duke kërkuar nënën, duke pyetur kur do të kthehej. Fatosi, me ndihmën e një psikologe fëmijësh që e paguante bujarisht, ndërtoi një narrativ të kujdesshme. Mami ishte sëmur, kishte nevojë për një trajtim të veçantë larg prej andej, por e donte shumë Elirën dhe do të kthehej kur të shërohej. Elira, vetëm 3 vjeçe, nuk kishte mjete për të pyetur, vetëm pranonte atë që i thoshin, edhe pse zemra i dhimbte në një mënyrë që nuk dinte ta shpjegonte. Vila ishte e madhe, plot me dhoma të zbrazta dhe korridore të heshtura. Elira fitoi një dhomë më të madhe se i gjithë apartamenti ku kishte jetuar me nënën, me një krevat të madh, rafte plot me libra dhe lodra, një garderobë plot me rroba të shtrenjta. Por asgjë nga këto nuk e mbushte boshllëkun që ndjente. Natën, zgjohej duke qarë, duke thirrur nënën, dhe ishte dadoja, një zonjë e sjellshme, por e largët me emrin Lulieta, ajo që vinte ta ngushëllonte. Fatosi përpiqej të ishte një gjysh i pranishëm, por nuk dinte si. Nuk dinte të luante, nuk dinte të tregonte histori, nuk dinte të jepte atë lloj afeksioni që i duhet një fëmijë të vogël. Ai garantonte që Elira të kishte gjithçka që i nevojitej në terma material, që të frekuentonte mjekët më të mirë, që të fillonte në shkollën private më të mirë sapo të kishte moshën. Por dashurinë, atë lloj dashurie të pakushtëzuar që Mirjeta i jepte, atë ai nuk dinte ta ofronte. Ndërkohë, në burgun e grave 325, Mirjeta përballej me një ferr të përditshëm. Mbi ngarkesa ishte mbytëse, me qeli të bëra për 8 persona që strehonin 20. Era ishte e padurueshme, një përzierje djerse, myku dhe dezinfektanti të lirë. Dhuna ishte e vazhdueshme, si mes të burgosurave ashtu edhe nga ana e disa rojeve që dukej se kishin humbur çdo gjurmë humanizmi. Mirjeta mësoi shpejt të mbante kokën ulur, të mos përzihej në telashe, të bënte atë që i urdhëronin pa pyetur. Por tortura më e keqe nuk ishte fizike. Ishte malli për Elirën. Ishte të zgjoheshe çdo ditë duke ditur se vajza e saj po rritej patë, se po humbiste çdo buzëqeshje, çdo fjalë të re, çdo hap në zhvillimin e vajzës. Mirjeta ka përthehej pas kujtimeve si pas një gomone shpëtimi, era e flokëve të Elirës, e qeshura e saj e lezetshme, mënyra si thoshte mami me zërin e hollë. Për të mos u çmendur, Mirjeta filloi të shkruante letra. Arriti të merrte letër dhe stilolaps përmes një programi të burgut dhe i shkruante Elirës çdo javë. I tregonte për përditshmërinë, shpikte histori për të argëtuar vajzën, vizatonte kafshë të vogla në anët e letrës, i thoshte sa shumë e donte, sa shumë i mungonte, sa shumë priste ditën kur do të mund të përqafoheshin përsëri. I adresonte letrat për në vilën e Fatosit, duke besuar se ai do t'i dorëzonte mbesës. Por letrat nuk arrinin kurrë. Fatosi kishte udhëzime të qarta që çdo korrespondencë që vinte nga burgu të përgjohej. Disa i hapte dhe i lexonte, duke ndier një therrje të diçkaje që mund të ishte pendim, por që ai e mbytte shpejt. Shumicën thjesht i shkatëronte, duke i hedhur në grirësen e letrës në zyrë, duke fshirë edhe një copës tjetër të lidhjes mes nënës dhe bijës. Vitet kalonin me një ngadalësi mizore. Elira u rrit, la pas fëmijërinë e vogël dhe u bë një vajzë, pastaj një adoleshente. Fatosi e regjistroi në shkollat më të mira, punësoi mësues privat për të garantuar që ajo të shkëlqente në gjithçka. Elira ishte inteligjente, studiuese, por kishte në të një trishtim që asnjë sukses akademik nuk mund ta fshinte. Ajo e kujtonte vagëllt nënën, më shumë si një ndjesi se sa si një person real.
Kujtonte një prerë të ngrohtë, një zë që këndonte lehtë, një dashuri që nuk kërkonte asgjë në këmbim. Por sa herë që pyeste për nënën, Fatosi përsëriste të njëjtën histori. Ajo ishte sëmur, po bënte trajtim, nuk mund të merrte vizita. Me kalimin e kohës, Elira ndaloi së pyeturi, duke pranuar se ajo pjesë e jetës së saj ishte e mbyllur, e paarritshme. U përqendrua në studime, në aktivitetet jashtëshkollore, në ndërtimin e një jete që dukej e përsosur nga jashtë, edhe pse nga brenda ndihej e zbrazët. Në burg, Mirjeta u bë një e burgosur model. Punoi në bibliotekën e burgut, ndihmoi të burgosurat të tjera të mësonin të lexonin dhe të shkruanin, mori pjesë në të gjitha programet e reintegrimit shoqëror të disponueshme. Studioi për ligjet, për të drejtat, për proceset e rishikimit të dënimit. U bë mike me një avokate që jepte mësim vullnetarisht dhe që u prek nga historia e saj. Avokatja premtoi të hetonte rastin kur të mundej, por kishte aq shumë raste të tjera, aq shumë padrejtësi të tjera për të provuar të rregullonte. Mirjeta vazhdonte të shkruante letra për Elirën, edhe pa e ditur nëse ato arrinin. Ishte mënyra e saj për të ruajtur mendjen e shëndosh, për të mbajtur gjallë shpresën se një ditë do të ishte sërish nën, jo vetëm në emër por edhe në fakt ajo numëronte ditët, duke shënuar secilën në një kalendar të improvizuar të bërë në anën e pasme të letrës së ricikluar. 20 vjet dukeshin si një përjetësi, por ajo i premtoi vetes se do të mbijetonte, se do të kthehej, se do ta gjente vajzën e saj dhe do t'i shpjegonte gjithçka. Nëse do të ishit në vendin e Mirjetës, a do të arrinit ta ruanit shpresën pas kaq shumë vitesh të ndarë nga vajza juaj? Çfarë do të bënit për të mos humbur besimin? Na tregoni në komente. Ndërkohë, jashtë mureve të burgut, Elira po diplomohej nga gjimnazi me nota të shkëlqyera, duke marrë rezultate të jashtëzakonshme në gjithçka, duke u pranuar në universitetet më të mira. Fatosi ishte krenar, shihte tek ajo trashëgimtaren e përsosur që gjithmonë kishte ëndërruar të kishte. Ajo ishte inteligjente, e vendosur, kishte të njëjtën forcë si ai, të njëjtën aftësi për fokus dhe disiplinë. E regjistroi në administrim biznesi, tashmë duke planifikuar ditën kur ajo do të merrte pjesë në perandorin Aliu. Por Elira ndjente se diçka nuk shkonte. Nuk arrinte ta emërtonte se çfarë ishte, por kishte një boshllëk brenda saj që asnjë arritje nuk e mbushte. Ajo kishte shoqe, por asnjë miqësi të thellë. Kishte pasur disa të dashur, por kur nuk arriti të dorëzohej vërtet, gjithmonë duke mbajtur një pjesë të vetes të mbrojtur, të mbyllur. Natën, kur ishte vetëm në dhomën e madhe të vilës, shikonte tavanin dhe ndjente një vetmi aq të madhe sa i dhimbte fizikisht. Fatosi e vinte re, por nuk dinte si ta ndihmonte. U përpoq t'i dhuronte makina, udhëtime, rroba firmato, gjithçka që parat mund të blinin. Por ajo që Elirës i duhej nuk ishte në shitje. Ajo kishte nevojë për përgjigje, për të vërtetën, për lidhje të vërtetë. Kishte nevojë të kuptonte pse ndihej kaq e shkëputur nga bota, kaq e vetmuar edhe kur ishte e rrethuar nga njerëz. Ishte në moshën 22 vjeç, tashmë duke ndjekur vitin e fundit të fakultetit dhe duke bërë stazh në kompaninë e gjyshit, që Elira filloi të shihte ëndra të çuditshme. Ëndëronte një grua me flokë gështenjë, të dobët, me sy të trishtuar por të butë, që e përkumte dhe i këndonte një ninull që Elira nuk e njihte, por që i dukej familjare. Zgjohej me faqet e lagura nga lotët, pa kuptuar nga vinin ato imazhe. Një natë, gjatë një darke formale në vilë me investitor të rëndësishëm, Elira dëgjoi rastësisht një bisedë mes Fatosit dhe një prej partnerëve të tij më të vjetër. Ata ishin në bibliotek, duke menduar se ishin vetëm, dhe Elira kaloi pranë korridorit rrugës për në tualet. Bëre gjën e duhur, Fatos, thoshte partneri. Vajza është mirë, po rritet siç duhet. Ajo kamerierja kur nuk do të kishte arritur t'i jepte gjithë këtë. E di, u përgjigj Fatosi, zëri i lodhur. Por ndonjëherë pyes veten nëse çmimi ishte shumë i lartë. Nëse duhej të kisha gjetur një mënyrë tjetër. Budallallë. Ti mbrojte mbesën tënde. Dhe ajo grua është aty ku e meriton. Elira ndaloi në mes të korridorit, zemra i rrite fort. Cila kameriere? Cila grua? Për kë po flisnin? Ajo u afrua te dera gjysmë e hapur, duke mbajtur frymën. 20 vjet është kohë e gjatë, tha Fatosi me zë të ulët. Ndonjëherë pyes veten nëse Elira do të më fal kur ta zbuloj. Ajo nuk do ta zbuloj. Askush nuk e di përveç nesh. Dhe Pietri ka 5 vjet që ka vdekur. E mori sekretin me vete në varr. Elira ndjeu këmbët t'i dobësoheshin.
U kthye në dhomë pa u parë, truri i rrotulloi në mira drejtime. Çfarë kishte bërë gjyshi i saj? Çfarë sekreti ishte ky? Kush ishte gruaja në burg? Dhe ç'lidhje kishte kjo me të? Atë natë, Elira nuk arriti të flinte. Qëndroi në kompjuter duke kërkuar, duke u përpjekur të bashkonte pjesët e një puzle që as nuk e dinte se ekzistonte. Kujtoi herët e pakta që kishte pyetur për nënën, përgjigjet e paqarta të gjyshit, ndjesinë se diçka po i fshihej. Për herë të parë, i lejoi vetes të vinte në dyshim narrativën që kishte pranuar gjithë jetën. Të nesërmen në mëngjes, para se Fatosi të zgjohej, Elira shkoi në zyrën e tij në shtëpi. E dinte se ishte një shkelje e privatësisë, por diçka brenda saj kërkonte përgjigje. Filloi të kërkonte në sirtar, në dosje të vjetra. Dhe ishte në një kuti në fund të një dollapi të mbyllur, çelësin e të cilit e gjeti në një sirtar të fshehtë të tavolinës, që gjeti letrën e parë. Shkrimi ishte i parregullt, si i dikujt që nuk kishte shumë praktik në të shkruar, por fjalët ishin të ngarkuara me dashuri. Elira ime e dashur, thoshte letra, mami mendon për ty çdo ditë. Mami të do më shumë se gjithçka në këtë botë. Mami do të kthehet te ti, të premtoj. Elira e lexoi atë letër, pastaj një tjetër dhe një tjetër dhe një tjetër. Kishte 10 të tilla, të gjitha të adresuara për të gjitha flisnin për një dashuri të pakushtëzuar, për një mall që rrifte gjak përmes fjalëve, për një grua që kur nuk hoqi dorë së qeni nën edhe kur gjithçka komplotonte kundër saj. Lotët rridhnin nëpër fytyrën e Elirës pa e kuptuar ajo. Ato letra ishin nga nëna e saj. Nëna e saj nuk ishte sëmur. Nëna e saj ishte në burg. Dhe gjyshi e dinte. Gjyshi e kishte ditur gjithmonë. Gjyshi ja kishte fshehur gjithçka. Kur Fatosi hyri në zyrë disa orë më vonë dhe e gjeti Elirën të ulur në dy sheme, të rrethuar nga letrat e shpërndara, me fytyrën e shënuar nga lotët, ai e kuptoi se kështjella e gënjeshtrave që kishte ndërtuar më në fund po shembej. Dhe për herë të parë në dekada, Fatos Ali u ndjeu frikë. Frikë se do të humbiste familjen e vetme që i kishte mbetur, frikë se do të përballej me pasojat e zgjedhjeve të tij, frikë se do të pranonte se ndoshta, vetëm ndoshta, ai kishte shkatëruar gjën më të çmuar që kishte duke u përpjekur ta mbronte. Heshtja që u vendos në atë zyrë ishte aq e dendur sa dukej fizike, diçka e prekshme që notonte mes Elirës dhe Fatosit. Ajo ishte ulur në dyshemen prej drurit të llakuar, e rrethuar nga 10 letra që kur nuk duhej t'i gjente, me sytë e kuq nga të qarat, duart i dridheshin ndërsa mbante një flet tjetër të zverdhur nga koha. Fatosi qëndronte në këmbë të dera, ende me pijame, fytyra normalisht e palvizshme, tani e shënuar nga diçka që Elira kur nuk e kishte parë më parë, frikë. Ti më ke gënjur, tha Elira, zëri i dilte i ulët por i prerë. Gjithë jetën, ti më ke gënjur. Fatosi bëri një hap përpara, me duart e ngritura në një gjest paqësues. Elira, më lër të shpjegoj. Nuk është ashtu siç mendon ti. Bëra gjithçka duke menduar për ty, për mirëqenien tënde. Për mirëqenien time? Elira u ngrit me një hovë, letrat i ranë rreth këmbëve. Ti ma hoqe nënën time. Ti më the se ishte sëmur, se po bënte trajtim, dhe gjatë gjithë kohës ajo ishte në burg. Duke shkruar letra që ti fshije. Ajo është një kriminele, u përpoq të argumentonte Fatosi, por zëri i doli pa bindje. Ajo vodhi. U gjykua dhe u dënua. Dhe ti nuk kishe asnjë lidhje me këtë? Elira u hodh drejt gjyshit, syt i shkëlqenin nga zemërimi. Të dëgjova dje duke folur. Të dëgjova duke thënë se kishe bërë diçka, se ke një sekret. Ishe ti, apo jo? Ti ja kur di se asaj. Fatosi ndjeu tokën ti ikte nga këmbët. Për 20 vjet e kishte mbajtur atë sekret të mbyllur, të mbrojtur, të paprekshëm. Dhe tani, brenda pak orësh, gjithçka po shembej. Unë të mbrojta ty, tha ai, zëri duke u bërë më i ashpër, më mbrojtës. Ajo grua nuk kishte kushte për të rritur. Ti po jetoje në mjerim, Elira. Duke fjetur në strehimore, duke vuajtur nga uria. Unë të dhash një jetë të denjë, arsim, mundësi. Gjithçka që ke sot është fal meje. Dhe ti mendon se kjo e justifikon? Mendon se parat e paguajnë atë që bëre? Elira mori një grusht letrash nga dyshemeja dhe ja hodhi në drejtim të tij. Ajo më donte. Ajo luftonte për mua me atë pak që kishte. Dhe ti e shkatërove atë, na shkatërove ne, gjithçka për shkak të krenarisë tënde, të nevojës tënde për të kontrolluar gjithçka.
Fatosi shtrëngoi grushtet, nofulla e tensionuar. Babai yt, djali im, vdiq sepse zgjodhi të jetonte një jetë të dy fish, sepse u përfshi me dikë të papërshtatshëm. Unë nuk do të lija të bëje të njëjtat gabime, të rriteshe pa disiplinë, pa ambicie. Babai im të donte, por e fshihte familjen e tij sepse e dinte se ti kur nuk do ta pranoje. Dhe ti e vërtetove se ai kishte të drejtë. Elira po bërtiste tani, vite me emocione të ndrydhura shpërthyen menjëherë. Ti je një përbindësh. Dërgove një grua të pafajshme në burg, i vodhe vajzën, gënjeve për 20 vjet dhe ende mendon se bëri gjën e duhur. Fatosi shikoi mbesën, atë grua të re të fortë dhe të vendosur që ai kishte ndihmuar ta formonte, dhe pa për herë të parë se ndoshta kishte shkuar shumë larg. Por krenaria, ajo krenari që e kishte shoqëruar gjithmonë, nuk e lejonte ta pranonte me zë të larë. Çfarë do të bësh tani? Pyeti ai me zë të ftohtë. Do të më denoncosh? Do të më hedhësh në burg? Elira e shikoi për një moment të gjatë dhe Fatosi pa përbuzjen në sytë e mbesës. I dhimbte më shumë se çdo proces gjyqësor. Nuk e di ende, u përgjigj ajo. Por di një gjë, do ta gjej nënën time. Do të shkoj tek ajo dhe do t'i kërkoj falje që kam jetuar në gënjeshtër ndërsa ajo kalbej në burg. Dhe ti, gjysh, ti do të duhet të jetosh me atë që ke bërë. Vetëm. Elira doli nga zyra pa kthyer kokën pas, u ngjit në dhomë, bëri një valixhe me gjërat thelbësore dhe u largua nga vila ku ishte rritur. Fatosi mbeti në këmbë në mes të letrave të shpërndara, duke ndjerë për herë të parë në dekada diçka që nuk e provonte, vetmi të vërtet, atë lloj vetmie që as gjithë parat e botës nuk mund ta lehtësojnë. Elira shkoi direkt në një hotel, duke pasur nevojë për kohë për të përpunuar gjithçka, për të vendosur hapat e ardhshëm. U ul në krevatin e dhomës jo personale dhe filloi të kërkonte. Zbuloi në cilin burg ishte nëna e saj, prej sa kohësh, detajet publike të procesit. Lexoi gjithçka me një përzierje tmerri dhe trishtimi, duke parë se si dënimi kishte qenë i shpejt, provat në dukje të forta, por pa asnjë hetim të thellë, pa asnjë mbrojtje të duhur. Në ditët në vijim, Elira kërkoi avokat të specializuar në rishikimin e dënimeve. Gjeti një zyrë të vogël por të respektuar, të njohur për të luftuar për çështje të vështira, për klient pa burime. Avokatja përgjegjëse ishte një grua rreth të 50-tave, me emrin Besa, me sy të lodhur por të butë dhe një grumbull dosjesh mbi tavolinë. Kur Elira i tregoi historinë, avokate Besa e dëgjoi me vëmendje në rritje. Në fund, ajo tundi kokën. Është një rast i komplikuar. Kanë kaluar 20 vjet. Shumë dëshmitar mund të jenë zhdukur, provat mund të jenë shkatëruar. Por nuk është e pamundur. Nëse arrim të provojmë se ka pasur manipulim, kurdisje, mund të kërkojmë rishikim të dënimit. Unë paguaj çfarëdo që të duhet, tha Elira menjëherë. Nuk ka rëndësi sa kushton. Vetëm më ndihmo të nxjerr nënën time nga ai vend. Avokate Besa buzëqeshi me trishtim. Nuk ka të bëj me para, e dashur. Ka të bëj me drejtësinë. Dhe drejtësia, shpesh, është një betejë e gjatë dhe e vështirë. Por do të përpiqem. Ndërkohë, në burgun e grave 325, Mirjeta po jetonte edhe një ditë si të gjitha të tjerat. Ishte zgjuar me tingullin e mprehtë të sirenës në 6 të mëngjesit, kishte bërë një dush të shpejt me ujë të ftohtë, kishte ngrënë mëngjesin pa shije të shërbyer në mensën e zhurmshme. Tani ishte në bibliotekë, duke organizuar libra, duke ndihmuar të burgosurat të tjera të zgjidhnin leximet, duke u përpjekur të mbante mendjen të zënë për të mos u fundosur në trishtim. Ajo ishte 44 vjeç tani, por dukej sikur ishte 60. Flokët, dikur gështenjë të ndritshme, ishin thinjur dhe pa shkëlqim. Fytyra, e shënuar nga rrudha të thella, tregonte historinë e 2 dekadave vuajtjeje. Trupi, tepër i dobët, mbante shenjat e një ushqimi të keq dhe netëve pa gjumë. Por syt ende shkëlqenin kur mendonte për Elirën. Ende ruanin atë dashuri që asnjë burg nuk mund ta vriste. Mirjeta tashmë ishte pajtuar me faktin se do të dilte nga burgu kur Elira të ishte tashmë e rritur, kur ndoshta as nuk do ta njihte më. Por gjithsesi, e ruante shpresën. Shpresën se një ditë do të mund të shpjegonte, do të mund të kërkonte falje që nuk kishte qenë e pranishme, do të mund të thoshte se kur, as për një sekond, nuk kishte pushuar së dashuri. Ishte një mëngjes i ftohtë gushti kur Mirjetën e thirrën në sektorin administrativ. Ju duke çuditshme, sepse nuk kishte vizitë të planifikuar, nuk kishte asnjë seancë të parashikuar.
Kur hyri në dhomë dhe pa një grua me kostum, me një dosje plot me dokumente, zemra i rahu fort. Mirjeta Santos de Oliveira? Pyeti gruaja duke verifikuar letrat. Po, unë jam. Emri im është Besa Koka, jam avokate. Jam punësuar për t'ju përfaqësuar në një kërkesë për rishikimin e dënimit tuaj. Mirjeta u ul ngadalë, këmbët i dridheshin. Unë nuk kuptoj. Nuk kam para për të paguar avokat. E kam provuar këtë vite më parë dhe nuk doli gjë. Nuk ke nevojë të paguash. Dikush po e bën këtë për ty kush? Avokate Besa hezitoi, pastaj vendosi se Mirjeta kishte të drejtë ta dinte. Vajza jote. Elira. Bota ndaloi për Mirjetën. Ajo mbeti duke shikuar avokaten pa mundur të përpunonte atë që sapo kishte dëgjuar. Elira. Elira e saj. Vajza e saj. Pas 20 vitesh heshtjeje, mungese, letrash pa përgjigje, Elira po përpiqej ta ndihmonte. Ajo e di që unë ekzistoj? Arriti të pyeste Mirjeta, zëri i thyej. E di. Dhe dëshiron shumë të takoj. Por së pari do të punojmë për të të nxjerrë nga këtu. Kam nevojë të më tregosh gjithçka nga fillimi. Çdo detaj që kujton për ditën kur u arrestove, për restorantin, për çdo gjë të çuditshme që ke vënë re. Në javët në vijim, avokate Besa punoi pa u lodhur. Kërkoi të gjitha dosjet e rastit, analizoi çdo detaj të procesit, kërkoi për mospërputhje. Dhe gjeti shumë. Imazhet e kamerave të sigurisë kishin prerje të çuditshme, montazhe të bëra keq që nuk ishin vënë në dyshim në atë kohë. Dëshmitarët kishin histori të dyshimta, disa me borxhe që ishin falur në mënyrë misterioze menjëherë pas gjyqit. Vetë kasaforta që supozohej se ishte thyer kishte shenja se ishte hapur me çelës, jo e thyer me forcë. Avokate Besa zbuloi gjithashtu se hetuesi që kishte drejtuar rastin, një burr i quajtur Pieter Santos, kishte lidhje të njohura me biznesmen të fuqishëm dhe famë për zgjidhjen e problemeve në mënyrë jo etike. Ai kishte vdekur 5 vjet më parë në rrethana të dyshimta, një aksident me makinë që shumë besonin se ishte porositur nga dikush që ai përpiqej ta shantazhonte. Me të gjitha këto informacione, avokate Besa paraqiti një kërkesë formale për rishikimin e dënimit, duke argumentuar se kishte pasur gabim të rënd gjyqësor, manipulim provash dhe dëshmi të rreme të blera. Procesi ishte i ngadalt, plot burokraci dhe rezistencë. Prokurorët nuk duan të pranojnë se kanë gabuar. Gjykatësit nuk duan të rishikojnë vendimet e kolegëve. Por avokate Besa nuk u dorëzua. Ndërkohë, Elira por i ndërtonte jetën e saj larg fatosit. Mori me qira një apartament të vogël por komod, filloi të punonte në një ujçe që ndihmonte gratë viktima të padrejtësive në sistemin penal. Për herë të parë në jetë, ndjente se po bënte diçka që kishte vërtet rëndësi, diçka që kishte një qëllim përtej rritjes së fitimeve dhe ndërtimit të perandorive. Por faji e konsumonte. Çdo natë mendonte për nënën e burgosur ndërsa ajo rritej në luks. Mendonte për të gjitha ditëlindjet që Mirjeta kishte humbur, të gjitha diplomat, të gjitha momentet e rëndësishme që u ishin vjedhur. Dhe qante vetëm në errësirë, duke dëshiruar të kthehej në kohë dhe të bënte ndryshe. Ishte një pasdite me nëntori kur avokate Besa i telefonoi Elirës me lajmin që do të ndryshonte gjithçka. Ja dolëm, tha ajo, zëri i emocionuar. Gjykatësi e pranoi kërkesën për rishikim. Bazuar në provat e reja dhe parregullsitë e gjetura, ai anuloi dënimin. Nëna jote lirohet nesër. Elira shpërtheu në lot, një përzierje lehtësimi, gëzimi dhe nervozizmi. Nesër. Nesër më në fund do të takonte nënën e vërtet, jo vetëm përmes letrave të vjetra dhe kujtimeve të mjegullta. Nesër do të mund ta përqafonte, t'i kërkonte falje, të fillonte të rindërtonte atë që ishte shkatëruar. Të nesërmen në mëngjes, Elira ishte para burgut një orë para orarit të caktuar, duke ecur para mbrapa, zemra i rrite aq fort sa dukej se do t'i dilte nga kraharori. Kur portat më në fund u hapën dhe një figurë e dobët me flokë të thinjur dhe rroba të vjetra doli duke mbajtur vetëm një çantë shpine të grisur, Elira e dinte menjëherë se ishte ajo. Mirjeta puliti syt në dritën e diellit, pas 20 vitesh duke parë vetëm grinë e burgut. Shikoi përreth, e çorientuar, dhe sytë e saj takuan ata të Elirës. Për një moment të gjatë, të dyja vetëm u pan, duke përshkuar distancën që i ndante jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht, kohësisht. Ishte Elira ajo që bëri hapin e parë.
pastaj një tjetër. Dhe një tjetër. Derisa po vraponte dhe Mirjeta gjithashtu vraponte dhe ato u takuan në mes të rrugës duke u përqafuar me një forcë që dukej se donte të kompensonte 20 vjet përqafime të humbura. Mami, çante Elira, fytyra e fshehur në shpatullën e Mirjetës. Më fal. Më fal për gjithçka. Më fal që nuk të kërkova më herët. Më fal që besova gënjeshtrat. Mirjeta e mbante vajzën sikur kishte frikë se do të zhdukej në çdo moment. Ti nuk ke pse të kërkosh falje, dashuria ime. Asgjë nga këto nuk ishte faji yt. Ti ishe vetëm një fëmijë. Unë të kërkoj falje që nuk arrita të të mbroja, që i lash të merrnin nga unë. Ato që ndruan aty të përqafuara duke qarë, ndërsa bota vazhdonte të rrotullohej rreth tyre. Avokate Besa vëzhgonte nga larg, gjithashtu me sy të përlotur. Ishin momente si ai që e bënin të kujtonte pse e kishte zgjedhur atë profesion të vështirë dhe shpesh zhgënjyes. Në ditët në vijim, Elira e ndihmoi Mirjetën të përshtatej me botën e lirë. I siguroi dokumente të reja, rroba, një celular të thjeshtë. E çoi nënën te mjekët, dentistët, trajtoi problemet shëndetësore që ishin neglizhuar për 2 dekada. Dhe folën me orë të tëra, duke mbushur hapësirat boshe, duke njohur njëra tjetrën. Mirjeta i tregoi për burgun, për mënyrën se si mbijetoi duke mbajtur gjallë shpresën për të takuar sërish vajzën. Elira i tregoi për rritjen në vil, për vetmin, për boshllëkun që e kishte ndjerë gjithmonë. Dhe të dyja qanë për kohën e humbur, por gjithashtu buzëqeshën për mundësitë e së ardhmes. Çështja se çfarë të bënin në lidhje me Fatosin qëndronte mbi to si një re e errët. Avokate Besa tha se kishte prova të mjaftueshme për ta paditur biznesmenin për falsifikim provash, ryshfet, rrëmbim përmes mjeteve ligjore mashtruese. Ai mund të kalonte pjesën tjetër të jetës në burg. Por Mirjeta, për habin e të gjithëve, tha se nuk donte hakmarrje. Ai tashmë është i burgosur, i shpjegoi Elirës ndërsa pinin kafe në një restorant të vogël. I burgosur në hidhërimin e tij, në krenarinë e tij. I burgosur në vilën e zbrazët, pa familje, pa dashuri. Kjo është më keq se çdo burg. Nëse e padis, do të mbetem e lidhur me këtë histori për gjithmonë. Do të kaloj vite të tjera në gjykata, duke rijetuar dhimbjen. Unë vetëm dua të vazhdoj përpara. Dua të jetoj kohën që më ka mbetur me ty, bija ime. Dua të njoh gruan që je bërë. Dua të ndërtoj kujtime të reja. Elira kapi dorën e nënës përmes tavolinës duke e shtrënguar fort. Je e sigurt? Ai shkatërroi jetën tonë. E meriton të paguaj. Tashmë po paguan, u përgjigj Mirjeta me një mençuri që vetëm vuajtja e thellë e mëson. Dhe ne meritojmë paqe. Meritojmë lumturi. Nuk do të arrijmë këtë duke ndjekur hakmarrjen. Kështu u vendos. Nuk do të kishte proces penal kundër Fatosit. Por Elira i preu plotësisht lidhjet me gjyshin. Refuzoi trashëgimin, i ktheu makinën që i kishte dhënë, anuloi kartën e kreditit të korporatës. Ndërtoi një jetë të sajën, të pavarur, të bazuar në meritat e veta. Fatosi, kur mësoi për vendimin, ndjeu diçka të çuditshme. Lehtësim që nuk do të shkonte në burg, por edhe një dhimbje të mprehtë kur kuptoi se Elira vërtet e kishte braktisur. U përpoq të telefononte, të dërgonte mesazhe, madje u shfaq një herë në apartamentin e saj. Por Elira ishte e prerë, nuk donte kontakt, nuk donte shpjegime, nuk donte asgjë prej tij. Biznesmeni i moshuar u kthye në vilën e zbrazët, në dhomat e heshtura, në vaktet e vetmuara. Partnerët e tij filluan të largoheshin duke kuptuar se ndikimi i tij po zvogëlohej. Konkurrent të rinj u shfaqën, më të rinj, më agresiv, dhe Fatosi nuk kishte më energji për të luftuar. Perandoria e tij filloi të çahej, pjesë. Edhe shëndeti filloi të dobësohej. Mjeku diagnostikoi probleme kardiake, tension të lartë, fillim diabeti. I përshkroi ilaçe, i rekomandoi ndryshime në stilin e jetesës, i sugjeroi që Fatosi të kalonte më shumë kohë me familjen, të reduktonte stresin. Por çfarë familjeje? Fatosi ishte vetëm dhe ishte tepër vonë për të rregulluar atë që kishte thyer. Një natë, vetëm në zyrën ku gjithçka kishte filluar, Fatosi hapi sirtarin kur ruante një foto të vjetër të krenarit fëmijë. Shikoi atë fytyrë të qeshur, aq të ngjashme me atë të Elirës, aq të ngjashme me atë të stërmbesës që ai kurrë nuk do ta njihte, sepse Elira sigurisht nuk do ta lejonte të afrohej me nipërit e ardhshëm.
Dhe për herë të parë në dekada, Fatos Aliu qau. Qau për djalin që kishte humbur, për mbesën që e kishte larguar, për zgjedhjet që kishte bërë, për perandorin që kishte ndërtuar mbi gënjeshtra dhe që tani po shembej duke lënë vetëm hi. Ndërkohë, në një apartament të thjesht por plot dashuri në zonën e liçenit artificial, Mirjeta dhe Elira përgatisnin darkën bashk, duke qeshur me shaka pa kuptim, duke planifikuar të ardhmen. Mirjeta kishte gjetur një punë në një kompani pastrimi, e vetmja punë që gjeti me historikun e ishte të burgosurës, edhe pse padrejtësisht. Por pronari i kompanisë, një burr i quajtur Gëzim që gjithashtu kishte një histori padrejtësie në familje, e trajtonte me respekt dhe dinjitet. Elira vazhdonte të punonte në OYQ, duke ndihmuar gra të tjera si nëna e saj, duke luftuar për të ndryshuar një sistem që lejonte të pafajshmit të burgoseshin ndërsa fajtorët e pasur blinin lirinë e tyre. Dhe natën, nën e bi uleshin në divan, shikonin TV, flisnin për ditën, duke rikuperuar pak nga pak 20 vitet që u ishin vjedhur. Nuk ishte një jetë luksoze. Nuk kishin vila, makina të importuara, rroba firmato. Por kishin njëra tjetrën. Kishin dashuri të vërtet, atë lloj që mbijeton burgjet, gënjeshtrat dhe dekadat e ndarjes. Dhe këtë, zbuluan bashk, ishte pafundësisht më e vlefshme se çdo pasuri. Muajt në vijim sollën një rutinë që Mirjeta kur nuk e kishte menduar se do ta kishte përsëri, një rutinë normale, të thjeshtë, të lirë. Zgjoi herët, përgatiste kafen ndërsa Elira ende flinte, bëhej gati për punë me rrobat modeste por të pastra që kishte arritur të blinte me pagën e parë. Rruga deri te kompania e pastrimit ishte e gjatë, por asaj nuk i bëhej vonë. Çdo minutë në autobus, duke shikuar nga dritarja qytetin që ishte ndaluar për kaq shumë kohë, ishte një kujtesë se ishte gjallë, se kishte një shans të dytë. Gëzimi, pronari i kompanisë, ishte një burr rreth të 50-tave, me flokë të thinjur dhe një buzëqeshje të butë që i ndriçonte fytyrën e shënuar nga dielli dhe puna e rëndë. Ai vetë punonte bashkë me punonjësit, nuk e konsideronte veten superior ndaj askujt. Kur Mirjeta i tregoi historinë e saj duke pritur refuzim ose dyshim, ai vetëm tundi kokën me trishtim. Motra ime ka kaluar diçka të ngjashme, i tregoi ai. U akuzua padrejtësisht për një krim që nuk e kishte kryer. Kaloi 10 vjet duke luftuar për të pastruar emrin e saj. Kur më në fund ja doli, dëmi ishte bërë tashmë. Humbi burrin, fëmijët u larguan, shëndeti ju trondi. Kështu që unë e kuptoj, Mirjeta. E kuptoj se çfarë do të thotë të mbash një dënim që nuk e meriton. Ishte Gëzimi ai që i dha Mirjetës jo vetëm një punë, por edhe dinjitet. E trajtonte siç i trajtonte të gjithë punonjësit, me respekt dhe drejtësi. Dhe ishte ai që, disa muaj më vonë, pati idenë që do të ndryshonte përsëri rrjedhën e jetës së Mirjetës dhe Elirës. Kompania e pastrimit kishte një kontratë me një ndërtesë të madhe komerciale në rrugën Ibrahim Rugova, ku vepronin disa kompani teknologjie, konsulence dhe startupe, mes tyre një kompani konsulence menaxhimi që po rritej me shpejtësi. Emri i kompanisë ishte shkruar në mënyrë diskrete në derën e xhamit të katit të 12, Elira Santos Consulence. Elira e kishte themeluar kompaninë 6 muaj pas ribashkimit me nënën, duke përdorur paratë që kishte kursyer duke punuar në OYQ dhe një kredi të vogël nga një program për nxitjen e sipërmarrësve. Ajo donte të ndërtonte diçka të sajën, diçka që nuk kishte asnjë lidhje me Fatosin apo me perandorin Aliu. Donte t'i provonte vetes se ishte e aftë, se kishte vlerë për te mbiemrit që kishte mbajtur gjithë jetën. Kompania filloi e vogël, vetëm Elira dhe 2 partnerë që i kishte njohur në fakultet. Por kompetenca e saj, etika e punës, aftësia për të zgjidhur probleme komplekse, shpejt tërhoqi klientë. Në më pak se një vit, ata tashmë kishin një ekip prej 15 personash dhe një listë pritjeje të kompanive që donin të kontraktonin shërbimet e tyre. Ishte gjatë një inspektimi rutinë që Gëzimi vuri re rastësinë në mbiemra. Elira Santos dhe Mirjeta Santos. Nuk ishte një mbiemër i pazakontë, por diçka e bëri të pyeste. Kur Mirjeta konfirmoi se po, ajo ishte vajza e saj, Gëzimi pati idenë. Pse nuk shkon të punosh atje? Do të ishte një mënyrë që ju të kalonit më shumë kohë bashkë, edhe pse gjatë orarit të punës. Mirjeta u zbe. Nuk mundem. Elira ka një kompani serioze, profesionale. Si do të duket nëse klientët zbulojnë se nëna e saj është një pastruese ishe burgosur? Gëzimi rudhi ballin. Së pari, nuk ka asgjë të keqe të jesh pastruese. Është një punë e ndershme dhe e nevojshme.
Së dyti, ti u dënove pa drejtësisht. Nuk ke asnjë faj real. Dhe së treti, jam I sigurt se Elira do të ishte e lumtur të kishte pranë. Mirjeta hezitoi për ditë të tëra, por më në fund pranoi. Kur Elira e mori vesh përmes një telefonate nga gëzimi që I kërkonte leje, u gëzua pa mas. Jo vetëm që pranoi, por bëri çmos ta priste nënën personalisht ditën e parë. Ishte e çuditshme në fillim. Mirjeta arrinte herët e veshur me uniformën e kompanisë së pastrimit dhe fillonte të punonte para se të arrinin shumica e punonjësve të Elirës. Pastronte sallat e mbledhjeve, tualetet, kuzhinat, duke u përpjekur të ishte e padukshme, të mos tërhiqte vëmendjen. Por Elira gjithmonë gjente një mënyrë për të kaluar pranë dhomës ku ishte nëna e saj, për të shkëmbyer disa fjalë, për t'i dhënë një buzëqeshje që ja ndriçonte ditën Mirjetës. Punonjësit e Elirës shpejt e kuptuan se kishte një afinitet të veçantë mes shefes dhe asaj pastrueseje të qetë dhe të përkushtuar. Disa pëshpërisnin, kurioz, por Elira kur nuk dha shpjegime. Ishte një çështje e saj, private, dhe ajo e mbronte privatësinë e nënës me egërsi. Ishte në një nga këto ditë rutinë që gjithçka filloi të shkonte keq përsëri. Mirjeta po pastronte një sallë mbledhjesh kur dëgjoi zëra të ngritur që vinin nga zyra e Elirës. Njohu njërin prej tyre menjëherë, edhe pas kaq shumë kohe, Fatosin. Ti nuk mund të më ndalosh të takoj, thoshte ai, zëri I dukej ndryshe, më I dobët, I lodhur. Jam gjyshi yt. Kam të drejta. Ti hoqe dorë nga çdo e drejtë kur më gënjeve gjithë jetën, përgjigjej Elira e prerë. Kur shkatërrove nënën time. Kur zgjodhe krenarin në vend të dashurisë. Nuk të dua këtu. Nuk të dua në jetën time. Jam I sëmur, Elira. Fatosi fliste më ulët tani. Mjekët thonë se nuk kam shumë kohë. Dua vetëm një shans të kërkoj falje, të shpjegoj. Nuk I dua faljet e tua. Nuk I dua shpjegimet e tua. Dua që të largohesh. Mirjeta mbeti e ngrirë duke mbajtur leckën e pastrimit, zemra I rrite fort. Një pjesë e saj donte të hynte aty dhe t'i thoshte Fatosit saktësisht se çfarë mendonte për të, gjithçka që ai kishte vjedhur, të gjitha netët që kishte qarë derisa e zinte gjumi duke menduar për vajzën. Por një pjesë tjetër, pjesa që kishte mësuar në burg të kontrollonte emocionet për të mbijetuar, e mbajti të palvizur, të qetë. Ishte atëherë që Fatosi doli nga zyra, me fytyrën e kuqe nga zemërimi dhe zhgënjimi. Ai ishte ndryshe nga burri imponues që Mirjeta kishte njohur në Vareza vite më parë. Më I dobët, më I kërrusur, me lëkurë të zbehtë dhe rrath të zinj poshtë syve. Syt, megjithatë, ende mbanin atë ashpërsi, atë refuzim për të pranuar humbjen. Kur kaloi pranë sallës së mbledhjeve dhe pa Mirjetën aty, të ndalur me uniformën e pastrueses, të dy mbetën duke u parë. Ishte një moment I pezulluar në kohë, I ngarkuar me gjithçka që nuk mund të thuej. Fatosi hapi gojen, sikur do të thoshte diçka, por e mbylli përsëri. Mirjeta vetëm e shikoi, pa frikë, pa zemërim, vetëm me një trishtim të thellë për gjithçka që mund të kishte qenë ndryshe. Fatosi vazhdoi përpara, duke hyrë në ashensor pa kthyer kokën pas. Por Mirjeta e dinte se ky nuk ishte fundi. Njëte burra si ai, burra që nuk pranonin të kundërshtoheshin, që luftonin deri në frymën e fundit për kontroll. Dhe kishte të drejtë. Në ditët në vijim, Fatosi filloi një fushat të heshtur për ta larguar Mirjetën nga jeta e Elirës përsëri. I telefonoi gëzimit duke I ofruar shumë absurde parash nëse e pushonte Mirjetën dhe e zhvendoste në çdo vend tjetër, larg kompanisë së mbesës. Gëzimi refuzoi me mirësjellje herën e parë, me më shumë vendosmëri herën e dytë dhe ja mbylli telefonin në fytyrë herën e tretë. Fatosi atëherë u përpoq të përdorte kontaktet e tij, njerëz që I kishin borxhe, për të ushtruar presion mbi gëzimin që të mbyllte kompaninë e pastrimit. Por kontaktet e tij nuk ishin më aq besnik sa më parë. Perandoria Aliu po dobësoi, lajmet për metodat e dyshimta të Fatosit ishin përhapur në mënyrë diskrete në botën e korporatave, dhe askush nuk donte të lidhej me një njeri në rënje. I dëshpëruar, Fatosi u shfaq personalisht në kompaninë e pastrimit, duke hyrë si një stuj në zyrën e vogël ku gëzimi priste klientët. Mirjeta ishte aty, duke dorëzuar raporte të shërbimeve të përfunduara, dhe u zbeh kur e pa. Sa do? Pyeti Fatosi, duke hedhur një blok çeqesh mbi tavolinën e gëzimit. Sa kushton që ta largosh këtë grua? Gëzimi u ngrit ngadalë, nofulla e tensionuar. Mirjeta është punonjësja ime. Një punonjëse e shkëlqyer.
Dhe nuk është në shitje. Të gjithë kanë një çmim, insistoi Fatosi, zëri duke u ngritur. 100.000? 200.000? Gjysmë milioni? Mirjeta bëri një hap përpara, zëri i dilte më i fortë se sa priste ajo vetë. Mund të ndalosh. Nuk do të arrish të më largosh nga Elira përsëri. E provove një herë dhe shiko se çfarë ndodhi. Ti e humbe atë. Humb gjithçka. Dhe ky është faji yt, jo imi. Fatosi u kthye drejt saj, syt i shkëlqenin nga zemërimi. Ti shkatërove djalin tim. Po të mos ishte përfshirë me ty, do të ishte ende gjallë. Mirjeta ndjeu lotët t'i digjnin syt, por nuk i la të binin. Krenari më donte. Më donte vërtet. Dhe e donte Elirën. Ne ishim të lumtur, edhe me pak. Po të kishte vdekur duke e ditur se vajza e tij do të ishte mirë, do të kishte vdekur në paqe. Por ti garantove që as këtë të mos e kishte. Garantove që ne të ndaheshim, që unë të vuaja, që Elira të rritej pa nën. Ky është faji yt, Fatos. Vetëm yti. Biznesmeni i moshuar mbeti në heshtje, frymëmarrja e rëndë. Për një moment, u duk se do të dëgjonte vërtet, se do të kuptonte. Por pastaj krenaria, ajo krenari e mallkuar, u kthye. Do të shkatërroj përsëri nëse është e nevojshme. Do të shpik një krim tjetër, do të korruptoj çdo që duhet, do të. Nuk do ta bësh, e ndërpreu gëzimi, zëri i qetë por i prerë. Sepse këtë herë ne e dim se çfarë je i aftë të bësh. Këtë herë kemi avokat, kemi miq, kemi njerëz që besojnë tek ne. Ti mund të kesh para, Fatos, por nuk ke më pushtet. Jo mbi ne. Fatosi shikoi nga njëri te tjetri, duke kuptuar për herë të parë se vërtet nuk kishte më kontroll mbi situatën. Doli nga zyra duke u lëkundur, më i moshuar dhe më i thyer se kurrë. Ishte Elira ajo që e pa gjyshin duke dalë nga ndërtesa ku ndodhej kompania e gëzimit. Ajo po kalonte andej për të marrë nënën dhe për të ngrënë drek bashk, një ritual që e kishin të shtunave. Kur e pa Fatosin duke hyrë në makinë, duke u dukur i sëmur dhe i mundur, ndjeu një therrje të diçkaje që mund të ishte keqardhje, por që u zëvendësua shpejt nga vendosmëria. Atë natë, Elira bisedoi me Mirjetën për gjithçka që po ndodhte. Të ulura në balkonin e vogël të apartamentit, duke parë qytetin të ndizet me dritat e natës, nën e bi vendosën bashkë se ishte koha t'i jepnin fund asaj historie. Do ta takojmë, tha Elira. Do t'ja bëjmë të qartë se nuk duam asgjë prej tij, por gjithashtu nuk do të ikim më. Do ta shikojmë në sy dhe do t'i themi se kemi vazhduar përpara, me ose pa miratimin e tij. Mirjeta pranoi, duke e ditur se kjo ishte e nevojshme që të dyja të kishin paqe të vërtetë. Disa ditë më vonë, ranë dakord të takonin Fatosin në një vend neutral, në varrezat ku gjithçka kishte filluar, përballë varrit të krenarit. Fatosi arriti disa minuta pas tyre, duke ecur ngadalë, i mbështetur në një bastun që nuk e përdorte më parë. I shikoi të dyja, atë skenë që duhej të kishte ekzistuar gjithmonë, nën e bi bashk, të bashkuara, të forta. Erdha të them diçka, filloi Elira, zëri i prerë. Dhe ti do të dëgjosh. Nëna ime më rriti me dashuri në vitet e para të jetës sime. Ti më rrite me luks më pas. Por a e di se cilën preferoj? Dashurin. Gjithmonë dashurin. Sepse parat nuk të ngrohin kur ke frikë. Nuk të ngushëllojnë kur je i trishtuar. Nuk e mbushin boshllëkun që mbetet kur rritesh pa e ditur se kush je vërtet. Mirjeta shtrëngoi dorën e vajzës, duke i dhënë forcë të vazhdonte. Ti u përpoqe të kontrolloje gjithçka, vazhdoi Elira. U përpoqe të vendosje se kush ishte i përshtatshëm, kush meritonte të ishte pjesë e familjes. Por dashuria nuk funksionon kështu. Dashuria nuk respekton klasat shoqërore, mbiemrat, perandori. Babai im e kuptoi këtë. Prandaj ai ishte i lumtur, edhe pse fshihej. Dhe ti kur nuk do ta kuptosh, prandaj kur nuk ishe i lumtur vërtet. Fatosi shikoi varrin e djalit, emrin e gdhendur në gurin e ftohtë. I bëra të gjitha gabim, tha ai me zë të ulët, zëri i thyej. E di. Kalova jetën duke menduar se dija çfarë ishte më e mira për të gjithë, por vetëm shkaktoja dhimbje. Krenari u përpoq të më tregonte se kishte një mënyrë tjetër për të jetuar, por unë nuk e dëgjova. Dhe tani po vdes vetëm, në një shtëpi të zbrazët, pa askënd që të interesohet vërtet. Mirjeta ndjeu atë therrje dhe mshurie që e përcaktonte gjithmonë, edhe pas gjithë asaj që kishte vuajtur.
Mund ta ndryshosh këtë, tha ajo butësisht. Mund të zgjedhësh, këtu dhe tani, të jesh ndryshe. Nuk po të kërkojmë të jesh miku ynë. Nuk po të kërkojmë të jesh pjesë e jetës sonë. Por po të themi se mund të kesh paqe. Mund të ndalosh së luftuari, së përpjekuri për të kontrolluar, së martirizuari veten. Mund thjesht të lësh të shkoj. Të lë të shkoj çfarë? Zemërimin. Krenarin. Nevojën për të pasur gjithmonë të drejtë. Të na lësh të jetojmë në paqe dhe të jetosh edhe ti në paqe me kohën që të ka mbetur. Fatosi mbeti në heshtje për një moment të gjatë, duke shikuar varrin e djalit. Pastaj, duke befasuar veten, pohoi me kokë. Ju meritoni të jeni të lumtura. Meritoni më shumë se sa ju dhash unë. Dhe unë nuk e di nëse e meritoj faljen, por do të doja ta kërkoja gjithsesi. Elira shkëmbeu një vështrim me Mirjetën. Nëna pohoi me kokë pothuajse në mënyrë të padukshme. Nuk do të themi se gjithçka është në rregull, foli Elira. Sepse nuk është. Ti bëre gjëra të tmerrshme, shkaktove dhimbje që do të duhen vite për të shëruar plotësisht. Por ne jemi të gatshme të vazhdojmë përpara pa hidhërim. Kjo është më e afërta me faljen që mund të ofrojmë tani. Fatosi pohoi se kuptonte. Nuk ishte pajtimi që ndoshta dëshironte fshehurazi, por ishte më shumë se sa meritonte. Dhe për herë të parë në dekada, ndjeu një peshë që i hiqej nga supet. Ata u përshëndetën aty, secili duke ndjekur rrugën e vet. Fatosi u kthye në vilën e zbrazët, por me pak më pak peshë në ndërgjegje. Mirjeta dhe Elira shkuan në apartamentin e thjesht por plot jetë, duke e ditur se më në fund ishin të lira nga e kaluara. Në muajt që pasuan, jeta e të dyjave lulëzoi. Kompania e Elirës vazhdoi të rritej, jo sepse kishte lidhje të fuqishme apo para të pafundme, por sepse ishte e mirë, etike, kompetente. Mirjeta u promovua në kompaninë e gëzimit, duke u bërë mbikëqyrëse e një ekipi, duke fituar respektin e të gjithëve për përkushtimin dhe dashurinë me të cilën trajtonte punën dhe njerëzit. Ato krijuan rituale të reja, drekat e së dielës, shëtitjet në park të shtunave, mbrëmjet me filma në shtëpi duke parë filma të vjetër. Elira ja prezantoi nënën miqve, kolegëve të punës, pa turp, me krenari. Mirjeta njohu të dashurin e Elirës, një djalë i thjeshtë dhe i sjellshëm që punonte si mësues dhe i dha bekimin e saj lidhjes. Dhe çdo muaj, të enjtën e tretë, të dyja shkonin bashkë në Vareza për të vizituar krenarin. Çonin lule, pastronin pllakën e varrit, bisedonin me të për të rejat. I tregonin për jetën që po ndërtonin, për planet për të ardhmen, për mënyrën se si po nderonin dashurinë që ai kishte pasur për to edhe përballë të gjitha vështirësive. Fatosi ndëroi jetë 2 vjet pas atij takimi në Vareza. Sëmundja e zemrës që mjekët diagnostikuan më në fund e mundi. Ai ishte vetëm kur u largua në një dhomë spitali privat, pa askënd që t'i mbante dorën. Varrimi ishte i mbushur me njerëz për detyrim, plot me biznesmen dhe partnerë që morën pjesë më shumë për pamjen se sa për afeksion të vërtetë. Elira dhe Mirjeta shkuan në funeral, por qëndruan në fund duke vëzhguar nga larg. Nuk ndjenin gëzim për vdekjen e tij, por as nuk ndjenin trishtim të thellë. Ndjenin vetëm mbylljen e një cikli, fundin e një epoke të shënuar nga gënjeshtra dhe kontroll. Kur të gjithë u larguan dhe varrezat mbetën të zbrazta, ato u afruan te varri i Fatosit, pikërisht pranë varrit të krenarit. Elira la një lule të vetme mbi dheun ende të freskët. Shpresoj të kesh gjetur paqe, tha ajo me zë të ulët. Shpresoj të jesh ribashkuar me baban tim dhe që më në fund të keni folur vërtet. Mirjeta i vuri dorën në shpatull vajzës. Eja, vendi ynë nuk është më këtu, duke parë të kaluarën. Vendi ynë është atje jashtë, duke jetuar të tashmen, duke ndërtuar të ardhmen. Dhe kështu ato dolën nga varrezat dorë për dore, në një qiell që fillonte të zbardhej pas një mëngjesi me re. Historia e tyre nuk ishte për funde të përsosura apo për përralla. Ishte një histori mbijetese, qëndrueshmërie, dashurie që vazhdon edhe kur gjithçka komploton kundër. Ishte një histori shansesh të dyta, falje e paharruar, zgjedhje të dritës edhe pasi ke jetuar kaq gjatë në errësirë. Mirjeta kur nuk i rikuperoi 20 vitet që humbi në burg. Kur nuk e pa Elirën të hivte hapat e parë, të thoshte fjalët e para, të kishte arritjet e para. Por fitoi diçka që e kaluara nuk mund t'ia merrte më, një të ardhme pranë vajzës së saj. Dhe kjo, zbuloi, ishte e mjaftueshme. Më shumë se e mjaftueshme. Ishte gjithçka.
Elira do ta mbante përgjithmonë plagën e rritjes pa nënën, të jetuarit të një gënjeshtre për vite me radhë. Por gjithashtu mbante forcën e dikujt që u përball me të vërtetën dhe zgjodhi të rindërtonte në vend që të lejonte veten të shkatërrohej. Mësoj se familja nuk përcaktohet nga gjaku apo mbiemrat, por nga dashuria, prania, zgjedhja e përditshme për të qenë bashkë. Dhe në një apartament të thjeshtë në zonën e liçenit artificial, ndërsa qyteti vazhdonte të rrotullohej jashtë me miliona historitë e tij individuale, nën e bi përgatisnin darkën duke biseduar për ditën, duke qeshur me gjëra pa kuptim, duke planifikuar pushimet e ardhshme. Nuk kishin shumë, por kishin thelbësoren. Kishin njëra tjetrën. Dhe në fund, vetëm kjo kishte vërtet rëndësi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Mirjetës dhe Elirës t'ju ketë prekur zemrën. Ky udhëtim 20-vjeçar i ndarjes, i padrejtësisë dhe i dashurisë që vazhdoi pavarësisht gjithçkaje na tregon se asnjë pasuri në botë nuk mund të zëvendësojë afeksionin e vërtetë, se asnjë perandori nuk reziston kur ndërtohet mbi gënjeshtra. Nëse u emocionuat me këtë histori, klikoni butonin më pëlqej, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. A do të kishit arritur të falnit siç bën Mirjeta dhe Elira? Si do ta përballonit 20 vjet ndarje nga dikush që doni? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të reflektojmë mbi zgjedhjet tona, mbi atë që ka vërtet rëndësi në jetë. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori tjetër që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të besoni se, edhe në situatat më të vështira, dashuria dhe e vërteta gjithmonë gjejnë një rrugë.